vendimit të inspektorit të rregullimit, cili tashmë është edhe i përfshirë. Ka marrë dhe përfshirë një vjetë prej ministrisë që ka mbjellë dhe të rregullimit nacional. Ky objekt do të fillohet të renovohet. Ne në bisedë me pronar, ju kemi dhënë një facatuar që ata të largojnë ato që ka mund të largojnë prej e cilët janë pronarë. Do thotë tani në mallrat që shesin, çdo gjë që ata mund të largojnë, ju kemi dhënë afat për me largu, për ndryshe Sa afat kanë largu? Çdo objekt ka qenë edhe në kushtet do të shohim një plan dinamik. Ne do të pranojmë prej tyre një plan dinamik, të cilin pastaj ne do ta ndërtojmë për të pa për shkak specifika. Sa për të pa kur është afati më shkuar. Po, a erdhët sot për me rënë direkt? Po, por tash për shkak specifika, siç tash të objektit, meqense banorët ka të pjesën të larguar vetë këtu, atëherë ne jam mësuar. A keni dërguar një ftim më herët? Po, e kemi njoftuar para një dikur 2 ditësh, meqense atëherë kemi marrë përçime për ministrisë. Edhe ata tashmë janë të gatshëm për të veprojnë. Normalisht, këtu do të jetë firma rënimit, do të jetë inspektorati për të pa këtë dinamik dhe në momentin kur kjo nuk përcjellet atëherë ne do të intervenojmë. Se po rënohet ky objekt, cili është problemi? Është objekti palier, ndërtimi, ndërtuar pas datës 30 pasi mas ligjit për ndërtim. Ky objekt nuk mund të futet në proces të legalizimit dhe riaverimisht është subjekt i rënimit nga inspektorati komunal. A ka të bëjë me arrestimet ky rast? Me arrestimet e inspektorëve? Për këto do të më pyetjes prokurorit. Deri kur do të vendoset përfundimisht? Është çështje, do të thotë është çështje. Po ju sa Është çështje ditësh. Është do të thonë edhe nuk është afat. Kjo është ekzekutimi i punëve. A do të vazhdojë të merros në çajtë me qytetësi? Absolutisht, në të gjitha nuk pali të kanë subjekte. Do të vazhdojë. Pas cilit vite poshtë? Pas 2013. Më fal, mendova që është me qenë se po flasim shumë shpesh për ligjin për ndërtim, mendova që është më kuptueshme. Ka plan operativ për veprën? Ne kemi planin ton operativ, planin e rrëlimit, por këte do ta bëjmë bashkë me planin e tyre për largimin e pajisjeve të tyre dhe pastaj kur këtu bëjmë bashkë do të dim saktësisht sa ditë do të qasë rrëlimit. A është krejt objekti pa leje për shkak se pronarët thonë që është me leje? Është çështje e interpretimeve të ndryshme. Normalisht ne kemi gjithë dokumentacionin e nevojshëm me cilin e dëshmojmë. E kena dëshmuar edhe para Ministrisë të Ambientit dhe Planifikimit hapësinor, kështu që për ne ky vendim është i përgjithshëm.